Алијансата за албанците продолжува да биде дел од владата, бидејќи огромното мнозинство функционери продолжуваат да одат на работа. Ова го изјави вице-премиерот Арбен Фетаи во емисијата Клик Плюс, според кого оставката на само неколку поединци од нивните должности и таравари од Министерството за здравство не ја води Алијанса за албанците во опозиција. Hisën e Aleancës për shqiptarët në qeveri e përbëjnë diku me siguri rreth 50 zyrtarë shtetëror, të cilët janë emëruar në pozita të caktuara. Spaku 50, do shta edhe më shumë, sepse e di që disa ende nuk janë realizuar dhe janë procedura e sipër për shembull për Beskupel dhe kështu me radhë. Po janë spaku 50 zyrtarë dhe unë e shoh që nga këta 50 vetëm 3 kanë dhënë ndërheqje deri tash. Përfshi zëvendës ministrat dhe zoti Taravani si ministër. 3 dihen publikisht, po. Të tjerët unë nuk di që ka dalë dikush nga qeveria, unë e di që të gjithë të tjerët vazhdojnë të shkojnë në vendet e tyre të punës. Вице-премиерот Фетаи воедно и председател на собранието на Алијанса за албанците, со станокот на председателството што се одржа токму по ова прашање го нарече циркус. Меѓутоа, тој додаде дека не му рекол не на Арбен Таравари, туку рекол не на план кој според него не е план на Алијансата за албанците. I thash jo një vendimi që nuk është vendim, sepse nuk e ka marrë formën e vendimit në organët partijake. Veç pse se shitjon mbledhjen e kryesisë? Jo, asesi. Si pikë e parë nuk ishte mbledhja e kryesisë. Ishte një format i shpikur, ku merrnin pjesë anëtarët e kryesisë së partisë, funksionarët dhe kryetarët e degëve. Ky format nuk ekziston askundi në statutin e Aleancës për shqiptarët, përgjegjës i thirrur për të marrë vendime të tilla në Aleancën për shqiptarët është vetëm kuvendi i partisë. Pra unë vendosa që mos të legjitimoj një cirk. Не тргнале по него бидејќи, како што рече Фетаи, Таравари оди во ДУИ. Тој меѓу другото нагласи дека активистите на Алијанса за албанците кои водеа фронтална битка со ДУИ ќе бидат принудени да изберат лидер на ДУИ, бидејќи, како што додаде, нема да имаат можност да гласаат за кандидатите на Алијанса за албанците.